Përshëndetje miq, këtu kam sjell petanik me presh, por aman me peta të gatshme. Kjo recetë është ideale për ato vajza që nuk din të tollin pet. Këtu kemi 3 presh, 3 qep të njoma, i presim, pak krip, pak piper, i shtypim pak me duar dhe i lëmë me njanë. Në një tas 5 kokra ves, qumështja 300 ml qumësht, shikoni e bëni me sy, pak krip i rrafim. Masa e tepsisë 40 cm për diametër e veshim me letër furre, e lyemi gjalp. Këtu shtojmë edhe 80 gram gjalp tek vezët e qumshti, fillojmë me petat e para. I zhysim tek qumshi vezët dhe i shtrojmë në tepsi. Një shtresë të zhytur tek përbërësit dhe një shtresë me petat të thatë. Shtojmë preshët dhe kështu vazhdojmë derisa të mbarojë gjithë procesi. Do me thënë një shtresë pete të njomur dhe një shtresë pete të thatë. Shtojmë dhe preshët, këtu kisha pak kost me një kavanos për mos ta çuar dëm, hedhim një kokër ves, e shplajmë mirë dhe ja hedhim petanikut sipër. Në këtë mënyrë rri i butë në pjekje. E fusim e pjekim gati për 40-45 minuta me 200 gradë. Këtu duke i pjekur dhe duke e kontrolluar dhe i luim pak me gjalp. Mbasi nxjerrim nga furra, e mbulojmë me një picet kuzhine, e presim dhe ky është rezultati. Megjithatë mua më pëlqeu shumë. Provojeni. Këtu përgatita dhe një tarator me kos e kastraves dhe u kënaqa. Kjo ishte dreka ime për sot, edhe se drekën e ëngra në 5 të mbasdites. Ju përshëndes. Ciao, ciao.